إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي والسلامه عليه إلى يوم الدين. Vllazën të dashur, xhamatli shumë të nderuam, të respektuam qofshit deri në ditën e llahtarisë, ne I falenderojmë Allahut për mirësitë dhe begatitë që na I ka dhuruar në këtë vend, e ne si popull besimtar I Allahut që I takojmë madje kombësisë shqiptare me shumicë absolute muslimane, përgjegjësitë më të mëdha të çdo suksesi, por edhe të çdo kritike, me siguri se ne duhet të ndojmë së bashku. Prandaj Bashkia Islame në të gjitha xhamit e ka obligu punonjësit e vetë në këtë rast secilin hoxh me u denoncu me rastin që ndodhi me vrasjen makabër të ish rreshterit të policisë të Kosovës, po dhe të njëjtën kohë ish pjesëtari I UÇK-s Muhamet Lika, që me të vërtetë ngjarja makabër kriminale e ka terrorizu, e ka shqetësu, e ka mërzit, e ka dridh, e ka rënqeth çdo zemër, çdo lëkur shqiptari, madje pa dallim besimi. Prandaj këtë krim monstruoz e bën hala më të llahtarshëm, edhe më të ndihshëm, edhe më të senzitiv, kur disa tentojnë, e madje edhe ata vetë që e kanë kry këtë rast, që të tjerët mundohen për ta justifiku gjoja me motive fetare, e ne kemi obligim me ja bo me dije çdo shqiptari, pavarësisht a beson Allahun sikur na që e besojmë, madje edhe çdo etniteti që jeton në Kosovë, se Kosova ka vend për të gjithë, pa dallim. Për këtë arsye, ju lutem për hir të Allahut, kushdo që tenton me keqpërdoru islamin, me keqpërdoru xhamin, me keqpërdoru madje flamurin ton kombëtar, për motive të ulta armiqësore, për të fut huti dhe përçarje në popull, ne qofshëm si institucione, po qofshëm si individ, si shoqëri civile, pa dallim prej nga cili do digaster që vim, duhet jemi bashk për t'i thonë njëherë për gjithmonë të gjitha mënyrave të destabilitetit shtetit ton, të vendit ton, ata këtë vend nuk kanë. Për këtë arsye, krimi nuk një ideal, ai nuk një as këmbë, ai nuk një as fe, ai nuk një as parim. Njerëz të tillë kriminal përdorin moska të shumta. Andaj është detyrë gjithë neve, në radhë të parë, është shumë normale institucioneve tona përgjegjëse, pastaj shoqërisë civile dhe gjithë qytetarëve tonë që t'i demaskojmë këta njerëz dhe mos lejojmë që plagët e shoqërisë tonë të shfrytëzohen nga ata që synojnë me destabilizu, me dëmtu të arriturat e shtetit dhe të vendit tonë. Zëri I ligjit dhe I drejtësisë duhet jetë më I fortë për t'i sabotu të gjitha përpjekjet e këtyre dashat këqive, o gurzi. Të gjithë duhet t'i mbështesim institucionet tona në zbardhjen e rastit dhe vendosjen e drejtësisë në vend. Prandaj e konsiderojmë se prononcimi I hershëm për rastin, si dhe përpjekjet për ta lidhë krimin makabër, për kinse motive fetare, më shumë I shkon për shtati atyre që kanë kryer këtë krim, edhe në fakt synimi parësor I tyre mbetet mbulimi krimit me narrativat rrajshme, në këtë rast në emën të fesë së pastër islame. Mënyra më mirë për t'i mbështet institucionet tona është për t'i lënë hapësirë
investigimit zyrtar të prokurorisë, se cili raportim tjetër, me çfarë do narrative, me çfarë do sugjerimi, me çfarë do sharimi tjetër që e dëmton rastin fjalë, edhe disa islamofob që mundohen me avnu fajin kënse faj është islami me përgjithësit e saj, kjo pa fije dyshimi është e papranueshme dhe realisht kjo nuk i shkon në mulli të vendit tonë ky ujë, por i shkon armiqve të destabilitetit këtij vendi. Prandaj mënyra më e mirë e mundshme është që ne t'i mësojmë, t'i edukojmë, t'i udhëzojmë rinin tonë, edhe njerëzit tonë, pa dallim se në çfarë do moshe që janë ata, edhe çfarë do gjinie që posedojnë ata, apo ato. Ne duhet t'jemi kurrështar që të arrujmë këtë atë dhe dashuri, të arrujmë islamin ton, të arrujmë komunikimin ndërfetar me vëllezërit e gjakut ton, pa dallim kushdo që janë ata, madje edhe me të tjerët që janë paqësor, e edhe të etnive tjera, se kështu na ka mësuar Allahu, kështu na ka kërkuar pejgamberi i tij alayhi salatu wassalam. Prandaj Bashkia Islame me të gjitha institucionet e saj edhe një herë dënon ashpër këtë vrasje, edhe lusum Allahun që të zbardhet sa ma shpejt, edhe t'ja bëjmë me dije çdo qytetarit tonë se aset kombëtar na e kemi policinë e Kosovës, aset kombëtar na e kemi ushtrinë e Kosovës, e edhe aleatët tjerë që na kanë mundësu ta shijojmë këtë liri. Pa fije dyshimi na duhet ta thomi ballhapun, edhe ta thojmë pa asnjë rezervë, se kjo është e vërteta dhe kjo është realiteti. Pa ndihmën e ndërkombëtarëve në krye me Amerikën, Turqinë, Gjermaninë e shumë vende tjera mike në botë, vëllezër të dashur, na sot nuk kishëm me pas këtë liri, mbylli syt. Sot 26 vjet ku je konti? Sot 26 vjet kallëzon ti mu në Republikën e Kosovës, në vendin ton, cila hutbë u mojt, cila xhumo është fal. Jo vëllazër, 1 milion njerëz në ka çka përderdhën në 4 anë të botës. Kosova nuk ka vakt mu marrë me këto vrasje, me këto krime të organizume. Prandaj na duhet i madh dhe i vogël më u bë tok së bashku, me a thy hund krimit dhe kriminalitetit, përdoruzve të narkotikëve dhe drogaxhive, me udhëzue, me i drejtu, me i mbrojt rinin ton nga përdorus të tyre të cilet janë duke e shkatru, duke shu çdo jetë të shëndetshme në vendin ton. Andaj edhe na fol Zotit te bareke u taala po ndërlidhna me rast, e lut Allahun e madh ati kof shumë fal, që të jemi të gjithë së bashku në mënyrë që popullit shqiptar nuk i duhet ekstremizmi, i çfarë do këndvështrimi, qoftë ai radikal apo qoftë ai liberal. Ne kemi udhën ton, ne kemi botkuptimin ton të drejtë, ne kemi ngjyrimin ton shqiptar, besimtar, ata që i përkasin me shumicë absolute islame, byrëm, ata të tjera të cilët nuk i përkasin besimit ton, respekt për vëllezërit tanë të gjakut që janë të besimeve të tjera, edhe të gjithë së bashku si në luftë, si në paqe, duke ndërtu mirëkuptimin, dialogun, afërsinë dhe mirësinë. Këto vëllezër të dashur ne duhet t'ja bëjmë me dije çdo institucionit ton. Ne duhet vëllezër të dashur praktikisht i mësojmë fëmijët tanë, praktikisht na ti udhëzojmë njerëzit tanë, nuk guxon në asnjë rrethon. Çfarë do gabimi, çfarë do vepre fatale në udhu billah, me drejtu armën ndaj njerit, dije vëlla jam i dashtun se kemë marr mallkimin e Allahut me legëve të tij, dhe kur me sytë tu s'kemë po xhenetin e Allahut me shujt një jetë, e sidomos ai i cili është 24 orë në shërbim të paqes, të drejtësisë edhe të mirësive të panumërta që i posedon ky popull.